Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën e politikës të mbi gjitha të sigurisë në rajonin tonë, në Kosovë, atë që po ndodh gjithmonë dhe që janë syt nga Serbia me protestat në muajt e fundit, me devijimin e vëmendjes se po tenton Vučićin në disa mënyra, me deklaratat e sotme, me shërbimin për shërbim, me shërbimin informativ, lëvizjet dhe gjithçka tjetër me njohësin mjaft të mirë të çështjeve të sigurisë, zoti Murat Makolli. Pra do të shkojmë në Gjermani për ta bërë këtë lidhje. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Duket se momenti që po vim nga vera dhe sikur vijojnë dhe pushimet e gjërat qetësohen, kemi ndeshjen me Serbinë në 7 shtator në Tiranë dhe Vučići sot ka bërë një deklaratë që i ka hedhur pak benzinë zjarrit, ka futur dhe nacionalizmin në këtë ndeshje, pra ka futur politikën në sport. Ka deklaruar që shkonin poshteni ata. Pra, jo mundini, po poshteni. Pra, edhe nga terminologjia, nga fjalët e zgjedhura, edhe ndërhyrja në këtë ndeshje, pra presim që të paktën shërbimet sekrete janë në punë për të parandaluar ndoshta. Ju si e shikoni, si funksionon domethënë në këto raste? A mund të kemi tensione? Presidenti serb Don Vučić, Aleksandar Vučić, si shkon parë edhe sot ka bërë një thirrje të tillë që të poshtë në janë tonë që të luajnë në kombëtarën tonë shqiptare. Por mendoj që kjo nuk është pjesë e sportit, thirrja tina, kjo ka të bëjë me atë se çfarë ka bërë Edi Rama vite më parë në Beograd. Duke qujtur që Kosova është e pavarur dhe ka përfunduar çdo gjë rreth Kosovës. Dhe një gjë e tillë sot si një lloj karremi e përdor edhe Vučići që shkon edhe më poshtë domethënë lojtarët shqiptar. Mund të them që populli shqiptar nuk mposhtet me lojra sportive. Këto duhet ta dinë, po realisht kemi tendencë që shërbimeve sekrete cilët e përdor Vučići për interesat veta, kemi tendencë që mund të ketë edhe sulme ndaj apo ekscese gjatë kohës së lojës. Por besoj që populli shqiptar e kupton fort mirë se çfarë ka dëshiruar Aleksandar Vučić dhe ne do t'i presim në mënyrë sportive dhe jo me mënyrë luftarake. Mvaret prej simpatizantëve tyne se si do të cilën besoj në Shqipëri, konkretisht në Tiranë, dhe çfarë do të sjellin ata me veti. Unë besoj që shërbimi informativ i Shqipërisë ka një rol kyç në këtë rast dhe besoj që shumë gjëra duhet t'i përfundon para lojës për shkak se tendenca është shumë e madhe që të ketë edhe një lloj konfliktin aty nga simpatizuesit serb, duke kuptuar që thirrjet e tyre raciste, të cilët ka përdorur në shtete të tjera, besoj që në Tiranë nuk mund t'i përdorin. Dhe këtu është ajo pika ndese në mes. Pra ju mendoni që nuk duhet bim pre provokimeve që nisen nga sot? Absolut, unë mendoj që populli shqiptar din të pret edhe armikun edhe mikun. Nëse do të cilën si simpatizues sportist, atëherë nuk besoj që nuk do të kemi probleme në Tiranë, por në momentet që krijohet ajo të cilën vetëm ne e kemi parë si njohës të sigurisë që jemi, është tendencë që të krijon që Shqipëria varet nga kriminal dhe jo nga sportist, dhe është si tendencë realisht edhe si pasqyrë që për Bashkimin Evropian. Shqipëria është afër hyrjes në Bashkimin Evropian dhe kjo mund të dëmtoj Shqipërinë në rast që kemi ndonjë incident për mosave
më të mëdha. Dhe besoj që forcat e policisë të Republikës Shqipërisë, Shërbimi Informativ i Shqipërisë, do në marrë masat adekuate për izoluar në rast ndonjë incidenti, akter të ndonjë prishje dhe randi qetësisë apo diçka tjetër. Do të kemi kujdes me ato thirrje që do të bëhen, mendoj që do të bëhen në stadionin e Tiranës, që më stafa, por ne do të jemi ata që ti tregojmë që ne jemi sportist dhe në sport nuk kemi çështje nacionale, apo çështje të cilat luajnë rol politike, por ne luajmë futboll dhe nuk kemi akter politik në futboll.